Përshëndetje të nderuar shikuese, hipotezë mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim titujt kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme, që nga mëngjesi në Prishtinë është mbajtur forumi ndërkombëtar për gratë, paqe dhe siguri, organizuar në patronazhin e presidentës së vendit Vjosa Osmani, ku do të ketë mbi 30 panele diskutimi dhe 150 folës. Ky organizim do të mbahet edhe nesër, ku është edicioni i tretë, ku tema kryesore e këtij formatit do të jetë kodi i sigurisë për brezin tonë. Ndërkaq në Kosovë është mbajtur përsëri seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila do shtoi për 25 herë. Për këto edhe shumë detaje të tjera do të ndjekim bllokun e lajmeve. Për të kthyer në studio, për të folur për çështjet që kanë të bëjnë fillimisht me çështjet e ekonomisë, duke dalur në çështjet që kanë të bëjnë me një ekspozitë përkujtimore mbajtur në Suharek këtë vikend, e ndërkaq pashtu do të flasim edhe në lidhje me librin Inteligjenca Kriminale dhe shumë çështje të tjera që kanë të bëjnë në lidhje me luftën hibride në Kosovë. Na ndiqni. Kuvendi i Kosovës nuk arriti të konstituohet as në përpjekjen e 25. Tentimi i radhës i lëvizjes vetëvendosje për të formuar komisionin për të votimin e fshat të kryeparlamentarit nuk mori përsëri mbështetjen e partive të tjera politike. Seanca u ndërpre dhe vazhdimi i saj do të bëhet më 4 qershor në orën 11. Pro votimit të komisionit për votim të fshehtë të kryekuvendarit votuan 51 deputet, 1 vot kundër dhe asnjë abstenim. Në seancë ishin të pranishëm 104 deputet. Konstituimi i kuvendit ka ngecur pasi lëvizja vetëvendosje në koalicion me Guxo dhe Alternativa nuk po arrin t'i sigurojë 61 votat e nevojshme për të zgjedhur Albulenda Haxhiun kryetare të kuvendit. Partitë që deri më tash ishin në opozit po kërkojnë tjetër kandidat, pasi sipas tyre Albulenda Haxhiu është emër i papranueshëm. Kryetari i partisë Guxo, Faton Peci, ka thënë se deri në këtë fazë nuk ka dieni se ka lëviz diçka në arritjen e një partneriteti me nismën socialdemokratike. Ani pse shtoi se zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje para 3 ditë kanë pasur takime me Fatmir Limajin. Faton Peci, i cili në zgjedhjet e 9 shkurtit ka garuar nën siglën e NDV-s, theksoi gatishmërinë për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës me nismën. Mirpo, nuk u përgjigj sa i përket partneritetit në kuvend dhe plotësimin e kushtit të gjymajt për kryeparlamentar. Duke hyrë në objektin e kuvendit, ai tha se propozimi i tyre për kryeparlamentare do të vazhdojë të jetë Albulena Haxhiu. Po tash në vazhdimsi ka komunikim. Unë nuk jam prej atyre që kam zhvillu biseda ose komunikime, po në rastin do të mipet rasti me secilin prej deputetëve që deri sot nuk kanë votuar komisionin, unë thjesht kisha më bënë një pjesë të argumentit ose shpjegimit pse është e rëndësishme për Kosovën që Kosova me pas kuvend edhe në një afat tani më të shpejt kohore dhe qeveri. Negociatat me nismën social-demokrate dhe me zotin Lima, do të thotë negociatat e zhvillon këtë rast lëvizja vetëvendosje dhe kryeministri Albin Kurti ose dikush nga pjesa e ekipës që po derisa i bëri thirrje partive të tjera në kuvend që të votojë pro formimit të komisionit verifikues për të parin e kuvendit. Kuvendi i Kosovës sot do të tentojë për herë të 25 të konstituojë legjislaturën e 9. Propozuar e lëvizjes vetëvendosje për kryetare të kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu ka akuzuar partitë që deri tani ishin në opozit se po e bllokojnë konstituimin e legjislaturës së 9T, pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Ajo tha se opozitarët kanë një inat iracional, prandaj sipas saj s'po marrin pjesë në votimin e komisionit verifikues për zgjedhjen e kryekuvendarit në mënyrë të fshehtë. Haxhiu, e cila në 6 tentime në votim të hapur nuk ka marrë 61 votat për kryeparlamentare, kërkoi nga gjykata kushtetuese që sa më shpejt të dalë me një vendim në lidhje me vlerësimin e kushtetutshmërisë për ndryshimin e formës së votimit për kryetarin e kuvendit. Që konstituimi i Kuvendit të Republikës së Kosovës është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Urojmë që gjykata kushtetuese të veprojë në përputhje me rrethanat dhe që sa më parë të nxjerrë vendimin mbi këtë çështje. Siç kemi thënë, ne kemi dërguar komente në raport me të njëjtën, prandaj presim që sa më parë të kemi një vendim mbi këtë çështje. Ajo ti kuptoj arsyet të paktën publike të cilat i kanë bërë opozita për kundërshtimin tim. Ata më quajnë përçarëse, konfliktuoze,
por unë jam jashtëzakonisht e hapur që diskutojmë për secilën çështje që unë e kam bërë gjatë karrierës time politike, për çfarëdo vendimi që unë e kam marrë asnjëherë, nuk kam vepruar në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe me Republikën e Kosovës, për dallim që shumë prej deputetëve të opozitës në të kaluarën kanë votuar kundër interesave të Republikës së Kosovës. Sulmet seksiste, mizogjene kanë qenë të papranueshme jo vetëm për mua, por nëse do të bëheshin për secilën grua në politikë. Shqetësimi im në këtë drejtim është që këto sulme, të cilat janë seksiste, të cilat janë mizogjene, të cilat pyejnë gratë, mendoj që i dekurajojnë gratë tjera që të marrin pjesë apo të jenë pjesë aktive e politikës. Duke folur për arsyet që pse partitë që deri tani ishin në opozit nuk po e votojnë për kryetare të kuvendit, ajo tha, sulmet ndaj saj janë seksiste dhe mizogjene. Haxhiu, sulmet ndaj meje janë mizogjene dhe seksiste. Këto komente Haxhiu i bëri pas dështimit të hënën për herë të 25 të konstituimit të kuvendit të Kosovës. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lutfi Haziri, ka thënë se nuk do të tërhiqen nga pozicioni i tyre në kuvendin e Kosovës, pavarësisht se në 24 tentime nuk po mundet të konstituohet legjislatura e 9 pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit. Haziri adresoi gishtin nga lideri i LVV-s Albin Kurti, duke thënë se është fajtori kryesor për bllokadën në kuvend, pasi sipas tij, i njëjti nuk po punon drejt kompromisit dhe arritjes së një marrëveshje politike. Ai tha se arritja e një marrëveshje politike është përtej urgjencës. Duke folur për deklaratat e Kurtit se partitë në kuvend nuk po e votojnë Haxhiun për shkak se është grua, ai tha se një gjë e tillë nuk qëndron, pasi LDK-ja në 2 raste ka votuar 2 gra për presidente, ish presidenten Atifete Jahjaga dhe presidenten aktuale, Vjosa Osmani Sadriu. Këto komente Haziri i bëri në kuvendin e Kosovës në pritje të fillimit të vazhdimit të seancës konstituive.